Byroja Kombëtare e Hetimit ka konfirmuar sulmin që ndodhi mbrëmjen e 15 prillit kundër hetuesve të Byros Kombëtare të Hetimit dhe oficerëve të Policisë së Shtetit në qarkun e Fierit. Hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit dhe efektivët e Policisë së Shtetit po kryenin detyra hetimore të deleguara në kuadër të një hetimi të strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Mbështetur në informacionin e përcjell nga Drejtoria Vendore e Policisë Fier dhe verifikimet e kryera, ngjarja ka ndodhur rreth orës 19:20 minuta në aksin Fier-Patos, ndërsa hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit dhe oficerët e Policisë së Shtetit po kryenin detyrën e janë sulmuar pas një motiv nga persona tashmë të identifikuar dhe shoqëruar në DVP-n e Fierit. Të gjitha veprimet hetimore dhe procedurale lidhur me ngjarjen janë duke u kryer nga Prokuroria e Juridiksionit të Përgjithshëm Fier. Prokuroria e posaçme nënvizon se të gjitha veprimet e ndërmarra nga Byroja Kombëtare e Hetimit janë në përputhje me ligjin dhe nën vëzhgimin direkt të prokurorëve të posaçëm. SPAK u bën thirrje qytetarëve që të bashkëpunojnë me institucionet e drejtësisë dhe të respektojnë autoritetin e hetuesve dhe Policisë së Shtetit që veprojnë në zbatim të detyrës së tyre. Integriteti dhe siguria e hetuesve të Byros Kombëtare të Hetimit dhe efektivëve të Policisë së Shtetit është thelbësore në angazhimin ton për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, përfundon reagimin SPAK.